Kryetari i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, në intervistën për Alsat, deklaroi se brenda koalicionit Vlen dominon argumenti që të shkrihen në një parti. Sipas Kasamit, ideja është që Vleni si parti të ketë një kryetar, megjithatë vendimet të merren në kuadër të një organi të quajtur presidencë, i cili do të përbëhej nga eksponent të lartë nga partitë. Kjo do të parandalonte që në të ardhmen kryetari të mos mund ta rrëmbej partinë dhe të përjashtojë të tjerët, ndonse nuk dihet ende se kush do të jetë kryetar. Megjithatë, Kasami tha që do të mbahet llogari që çdo parti përbërëse e Vlenit të përfaqësohet denjësisht. Para se me i dhënë peshën kryesore një kryetari, më thonë të jemi parti klasike lideriste, ku kryetari është gjithçka, pra kemi kryetarin dhe partinë, nën kupton që të kemi një presidencë apo një kryesi të Vlenit, ku pjesën më të madhe, nëse jo krejt vendimet si deri tash, do të merren me konsenzus, dhe sigurisht që pjesët përbërës apo kryetarët e subjekteve të cilët e përbëjnë Vlenin, të kenë pozita të rëndësishme në këtë organizatë. Lidhur me negociatat për ndryshimet kadrovike dhe vendet vakante, Kasami theksoi që janë në proces të ofrimit të deputetëve të opozitës, ndërsa u bëri ftesë përfaqësuesve të Aleancës për shqiptarët të bashkangjitën Vlenit. Ne vlerësojmë që Aleanca e ka vendin në qeveri pjesë e koalicionit Vlen. Cila Aleancë? Aleanca. Aleanca e përgjithshme. Do të ketë vend prapë për Taravarin në Vlen? Nuk flasim për Taravarin, apo ne flasim për Aleancën, sepse ne vlerësojmë që Aleanca është brenda Vlenit dhe ne vlerësojmë që aktivistët e Aleancës e kanë vendin në Vlen. Çdo funksionar këtë rast, nga pozita e deputetit deri një aktivist i thjesht, ne vlerësojmë që pozitën e kanë të rezervuar në Vlen. Fokusi i Vlenit gjatë kësaj periudhe, sipas Kasamit, do të jetë të zgjedhjet lokale në Gostivar dhe Vrapçisht. Ai theksoi se po bëjnë sondazhe për emrat më serioz për t'i kandiduar, ndërsa ftoi qytetarët që të japin preferencat e tyre për kandidatët.